Shoqëria Rajonale e Ujësjellës Kanalizime Shkodër ka nisur shtrimin e asfaltit në zonat e Golemit dhe Dobraçit, pas përfundimit të punimeve për vendosjen e linjës së re të furnizimit me ujë. Ndërhyrja përfshin një segment prej rreth 2 kilometrash. Inxhinieri i firmës që po zbaton projektin, Ersil Daskali, shprehet se punimet për asfaltimin po zhvillohen në të gjitha segmentet ku është ndërhyrë për rrjetin e ujësjellësit, me qëllim rikthimin e plot të rrugëve në standarde normale dhe lehtësimin e qarkullimit për banorët. Po vazhdojmë me asfaltimet e rrugëve në Dobraç. Jo ndiku të rreth 2 kilometra, po punojmë me 2 grupe, i shërben edhe banorëve të zonës, edhe kalimtarëve, kërkojmë edhe mirëkuptimin e tyre për shqetësimet që i kena sjell lëvizje. Punimet po i kryjmë me ritme të larta, shpresojmë t'i kryjmë sa më shpejt, ta mbyllim sa më shpejt, edhe të lehtësojmë edhe lëvizjen e banorëve. Projekti për linjën e re të furnizimit me ujë në zonën e Dobraçit pritet të sjellë përmirësim të ndjeshëm, duke garantuar cilësi më të mirë të ujit të pijshëm për zonat e përfshira. Asfaltimi është pjesa e fundit, po i bëhet masi më përpara kena shtri tubin e ujësjellësit, përmirëson ndjeshëm furnizimin me ujë të banorëve të zonës, gjithashtu edhe qytetit Shkodrës. Brenda standardeve, edhe është një punë e mirë që po bëhet për përmirësimin me ujë qytetit Shkodrës në përgjithësi. I bëj thirrje banorëve të zonës që të paraqiten pranë zyrave të ujësjellësit për lidhjen e kontratave të reja ose për me ndryshu kontratën e vjetër me këtë trend që do hapin tani, me linjën e re që po bëhet. Me këtë investim do ulen humbjet në rrjet dhe do përmirësohet furnizimi me ujë i gjithë zonës. Ky investim është pjesë e një projekti më të gjerë për modernizimin e rrjetit të ujësjellësit në Shkodër, ndërsa punimet pritet të përfundojnë brenda afateve të parashikuara, duke u kthyer në një lehtësim konkret për komunitetin.